Jemi rikthyer në Hipokrati Miq në pjesën e dytë të tij me një të ftuar mjeke që sigurisht, duke qenë edhe data 7 mars sot, sërish pedagoge në Universitetin e Mjekësisë. Zonja Zotrin, kam nderin të kem në studio mjeke nefrologe Marsida Duli. Mirë se erdhe në Hipokrati, gëzuar 7 marsin. Faleminderit, gëzuar gjithashtu, gëzuar gjitha festat, se përveç 7 marsit dhe 8 marsin. Patjetër, dhe prandaj të ftuarat në programin tonë janë vetëm vajza. Vajza. Gëzuar, shëndet dhe mbarësi. 7-8 marsi është fest patjetër që e festojmë gjërësisht, por muaji mars është njëkohësisht edhe muaji që i dedikohet dhe shëndetit të veshkave. Data 12 mars, mos gaboj? Data 12 mars i dedikohet, është dita ndërkombëtare e shëndetit të veshkave, është muaji, është java e cila i dedikohet parandalimit të sëmundjeve të veshkave. Sëmundjet e veshkave botërisht njihen dhe ka një sëmundshmëri relativisht të lartë në popullatën e përgjithshme. Kemi folur shpesh, nuk është një shifër për të neglizhuar, por as për të friksuar, por duhet një vëmendje e shtuar, një vëmendje dhe një përkujdes i shtuar, duke nisur nga mosha fëminore deri në moshën patjetër, në moshën e tretë, nuk diskutohet. Një ndër 8 qytetarë vuajnë nga sëmundjet në veshka, dhe është një shifër e lartë, është një shifër e cila ka një impakt jashtëzakonshëm, jo vetëm ke shëndeti i individit, por ke shëndeti familjes, ke shëndeti i shoqërisë dhe ka një impakt ekonomik shumë të lartë, sepse sëmundshmëria kronike patjetër që përveç kostove të larta individuale, shëndetësore, emocionale, mbart edhe kosto të larta ekonomike për sistemin tonë shëndetësor. Kështu që është një punim shumë i lartë dhe shumë i madh në shumë dimensione, të cilët duhet ne me patjetër të parandalojmë në kohën e duhur sëmundjet e veshkave, por nga ana tjetër duhet t'i trajtojmë përmes protokolleve dhe në mënyrën sa më të saktë të mundur. Është interesante kjo pjesa e parandalimit, doktoresha, dhe momentin që jemi këtu jo vetëm për të dhënë informacion, por edhe për të sensibilizuar sa të mundemi që të ruajmë shëndetin tonë, cilësinë e jetës dhe të parandalojmë. Sa i rëndësishëm është parandalimi? Dhe ndoshta si një njerëz zakonshëm, një vajzë ose një djalë, një burrë ose një grua, të kujdesen edhe duke qenë mirë me shëndet. Është pikërisht pika kruciale në këto moment, kur secili nga ne nuk ka shqetësime, nuk ka ankesa, por nuk do të thotë që kemi shëndet të mirë të veshkës. Fatkeqësisht sëmundjet e veshkave janë sëmundje të heshtura, që do të thotë janë pa shenja, pa ankesa, nuk ka një këmban alarmi të cilët na lajmërojnë ne që ka filluar procesi i dëmtimit të veshkave. Dhe është problem, sepse shenjat, simptomat, ankesat shfaqen kur sëmundja është instaluar, kur sëmundja ka përparuar, dhe kjo nuk ka një kthim pas, që do të thotë ne kemi nisur një rrugtim me pacientin, rrugtim i cili fillon nga stadet më të hershme drejt stadeve më të përparuara. Prandaj, roli ynë jo vetëm si mjek, por edhe si pedagog, është që të evokojmë, të nxisim të gjithë sektorët përfshirë në rolin edukativ, pra se si duhet jenë sjelljet e shëndetshme, si duhet i mbrojmë dhe vëtheksin si duhet t'i diagnostikojmë. Pra, që do të thotë parandalimi është gjithmonë më i mirë se trajtimi, por duhet përmes ekzaminimeve, që do të thotë protokollet, zbatimi i protokolleve si në diagnostikim, ashtu dhe në trajtim është shumë i rëndësishëm. Kontrolli bazë i çdo individi, përfshi dhe fëmijët, është shumë i rëndësishëm. Kur them kontroll bazë të individit, presupozohet ekzaminimet e gjakut, të urinës dhe ekzaminimet imazheriku, mjafton një eko abdominale, një eko e thjesht ku përfshihet dhe aparati urinar, pa rrezatime, pa efekte anësore, mundet që ne të na zbulojë në faza shumë të hershme dhe me shpresë të lartë trajtimi disa patologji të veshkave. Ajo që ngelet për të thënë dhe sidomos është në këtë ditë, është roli që ka mësuesi si edukues, gjithashtu dhe femra, nëna, në mirëqenien që në moshë fëminore të shëndetit të veshkave.
janë dy figura shumë të rëndësishme. Figura e parë është figura e mësuesit, i cili ka një autoritet ke nxënësit, ke studentët, edhe mundet shumë mirë të ndikoj pozitivisht në shëndetin dhe në mirëqenie. Çfarë do të thotë, si mund të përkthehet kjo? Mësuesit tanë të dashur mundet patjetër që të nxisin brezin e ri, pasi shumë zakone të sjelljes, shumë zakone të rutinës, mësojnë që në moshën fëminore. Fëmijët tanë shpenzojnë një kohë të caktuar goxha të madhe në ambientet e shkollës dhe në kontakt me mësuesit. Janë pikërisht mësuesit, të cilët mund të evokojnë një sjellje të shëndetshme. Çfarë do të thotë? Duhet të edukojnë nxënësit, studentët me hidrimin, me sasinë e lëngjeve që duhet konsumojnë. Të referohen më shumë ujë se sa pijeve ëmbëlsuese apo të gazuara. Duhet që mundësisht brenda orëve të mësimit të kenë momente të pirjes konsumimit të ujit. Nga ana tjetër duhet të nxisin studentët që të mos mbajnë urinën, që është shumë element shumë i rëndësishëm, t'i lejojnë të kryejnë nevojat personale. Edhe gjatë orës së mësimit. Edhe gjatë orës së mësimit. Sepse ndoshta për një lloj disipline që mësuesit duhet të krijojnë tek fëmijët këtë pjesën e quajnë të tepruar, ndërkohë që një fëmijë ka nevojë të shkojë në tualet, të kryejë nevojat personale, sepse një mbajtje urine. Pak theksin kësaj doktoresha, se është një gjë që kam përshtypjen fëmijët jo thjesht dikur për shkak të një disipline të hekur që na edukoi, por edhe sot e kanë ndoshta edhe problem të kërkojnë të shkojnë në tualet, por edhe mësuesit ndonjëherë nuk ja japin lejen për të shkuar në tualet. Nuk besoj se kjo është në shumicën e rasteve, por ta theksojmë me që jemi këtu. Patjetër, duhet biles të krijohen pauza në orë apo ndërmjet orëve për të kryer nevojat fiziologjike, në rastin konkret mos mbajtjes së urinës, sepse bëhet pastaj shkak për infeksione dhe problematika të traktit urinar. Njëkohësisht stili i jetesës të ushqyerit, duhet i nxisin mos të ushqehen me ushqime të konservuara, të jenë ushqime të freskëta, fruta perime, që është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që duhet stimulohen që në bazat e shkollës fëmijët, apo edhe shkollat të cilat kanë ushqimet, mos jenë me përbërje fast foodi, por jenë ushqime të freskëta, jo të përpunuara. Nga ana tjetër, mundet që edhe në orët e biologjisë të stimulohen disa sjellje të shëndetshme, të flitet mbi sëmundjet e veshkave, studentët nxënësit të kuptojnë shenjat e para, qoftë edhe të një infeksioni urinar, qoftë edhe të ngjyrës së urinës, entjes së këmbëve, mund të stimulojnë matjet presioni arterial, gjithmonë me lejen e prindit, sidomos në fazën e adoleshencës. Pra janë disa momente shumë të rëndësishme që mund të evokohen dhe mund të promovohet dhe mund të edukohet shëndeti i veshkave që në fëmijëri, që në bankat e shkollës, dhe mësuesit kanë një rol shumë të rëndësishëm. Më lejoni t'ju them që një parandalim në nivel shkollor që tek mësuesit është vaksina më e mirë për parandalimin e sëmundjeve të veshkave.